Mashallah. Qa kjo bardhë, o pajtim? Si që dim të më thonë gjithë, po edhe pse i përsëritëm senet, mendoj Alir se nuk kemi ndonjë dëm, për ato që nuk janë vletar, për kuriozitet, kur shohim këtu bardhë te kornizat, kjo do të thonë që kolonia ka pas sjellje. Kjo kolonia ka pas nektar, po është nektar i bagremit, nuk besoj ka mbaru bagremi dhe nuk arritën me shfrytëzu. Shife? Mashallah. Që tash dërse nxjerrin pak atë kornizën pak më mirë. Nuk besoj që i kanë vulos, për shkak se unë dal bagremi. Kishte shumë shi. Vullosa e bagremit mbaroi, po këto janë vetëm kurora që kanë fillu nga sipër dhe shkojnë te poshtë duke i vulos. Ja, si duket një kornizë e vulosur. Shife? Mashallah. Shif. Perfekt. Si bore bardhë, po. Ha. E kur të bëhat, sa përqind? Po, sigurisht do të presim kur mbyllen 100%, po edhe ndëqofse deri në 80 e kalojnë përqind me vulosje, kemi drejt të nxjerrëm sepse nuk kemi lagështi, po ne i lëmë deri vonë. Që të hiqet lagështia të kalohet deri në sasinë e caktuar. Ja dhe kjo kështu. Po tash kemi kollosa qera dhe shpresojmë që ti vulosin. Ajo çka këto dia nuk do t'i kontrolloj sepse këto janë me pjelli që kemi ngrit lart kur kemi vendos katin Alil. Do shkojmë kjo që duket pak më bardhë mban kërjas shohim sa është e vulost kjo. Opa. Edhe kjo është njëjtë. Ka fillu vulosja. Kjo është mjalt i bagremit. Bagremi mbaroi fatkeqësisht nuk mundën ta shfrytëzojnë sepse do t'i kishin mbush katet për 7 ditë, mund të them ose 5 ditë. Koloniet janë mjaft të fuqishme. Ja. Alil, kjo është një video blitz. Po. Vetëm sa për që të reguën se vetëm ka filluar vulosja, mirë po nuk kanë arritur ta plotësojnë vulosjen nga se nektari i bagremit është ndërprer si rezultati i temperaturave të ulta dhe shijave të cilët kanë qenën në këtë rajonin tonë. Edhe pse nuk e morëm bagremin, po kemi tash kollosa qera, apo jo? Po, normal se tash vetëm se fillon pjesa e luleve të tjera dale edhe shpresojmë që të kemi mjalt. Ne do të vazhdojmë kontrollin në katin 1, por do ta mbyllim videon. Faleminderit. Faleminderit.